Ka qenë pak e paparashikueshme e gjithë gjëja në termat që kur inicioi askush nuk e mendoi që do të merrte këto përmasa që ka marrë tashmë dhe me gjithë ato pikpyetjet edhe drithijet që u ngritën si fillim mbi kush e ka organizuar, ku iniciua, kush është dora pas protestës etj, sepse patjetër diskutim edhe në diskursin politik të mediatik. Ajo që shikohet tani më është që nuk ka më asnjë lloj rëndësie pyetja se kush e organizon edhe kush është pas protestës, për aq kohë sa ka marrë përmasat e një mobilizimi të kësaj forme shoqëror. Kështu që ajo e ditës shtunë tregon një mobilitet të përmasave të jashtëzakonshme që do dalin shesh dhe përfaqësojnë në një farë mënyrë një masë goxha të konsiderueshme të popullit shqiptar, qoftë të atij brenda, qoftë atij të diasporës, etj. Po patjetër që protesta vetvete ka vënë lëvizje dhe qeverinë, ka çuar në një lloj amplifikimi, nga ana tjetër pastaj reagimet janë të kuptueshme, duke qenë se situata në një farë mënyrë ka dalë nga kontrolli për t'u menaxhuar, për t'u adresuar, për t'u vendosur në një diskutim përballë për çështjen e zgjidhjes objektivave që ka vendosur protesta, duke qenë se protesta vetvete nuk ka një leadership, nuk ka një ekip leadershipi, se ndryshe nga protestat e tjera që janë zhvilluar në Shqipëri të përmasave të konsiderueshme, siç ka qenë protesta e studentëve apo e armëve kimike, kemi qenë situacioni që ka patur një ekip, ka patur disa objektiva të cilat në një farë mënyrë qeveria i ka patur më të lehtë për t'i negociuar apo për t'u vendosur në bisedime për zgjidhjen e këtyre objektivave. Në këtë rast që të japi dorëheqjen. Kërkesa kryesore këtu është dhënia e dorëheqjes, e dyta është mospasja e një ekipi me të cilin ti mund të negociosh kërkesat apo objektiva, sepse u iniciua me zvërnesin, u iniciua me disa kërkesa për shfuqizimin e disa ligjeve, paketa e maleve, investitori strategjik, por edhe ligji zonave të mbrojtura, edhe pastaj ligji me ndryshimet e 2024-s për investimet. Pikërisht, dhe në këtë pikë të ndodhur dhe të gjendur përballë këtij situacioni bëhet shumë e vështirë edhe në terma çështje rregullshmërisë dhe mënyrës se si do të negociohet për të çuar tek zgjidhja. Kështu që mendoj që është një situacion që si për gjithë ne, mendoj edhe për qeverinë ka dalë pak nga parashikimi se si mund të menaxhohet. Redi, e shtuna ishte kulmi, po them, po besoj edhe ka një angazhim të përditshëm. Si ke parë, ti ke qenë pothuajse përdit atje? Unë kam qenë në fakt përdit, në gjithkohë zgjatjen e protestës dhe është vërtet se protesta e ditës së shtunë ishte diçka e paimagjinueshme për çdo shqiptar. E them sinqerisht, jo vetëm nga masiviteti, po nga entuziazmi, nga krijimtaria atyre që ishin në shesh, dhe nga, si thua, përgjigjja që i dhan edhe deklaratës ose fjalimit i gjatë të Edi Ramës. Tani, unë do thoja që sa i përket protestës në vetvete, janë 3 thirrje kyçe që përdoren masivisht nga populli i protestës dhe që përkufizojnë atë në terma, le të themi, të qartë. Atëherë, e para është Raman-Burg-Berisha-Burg, pra një thirrje e cila synon dhe kërkon në vetvete ndryshimin e një sistemi të tërë, sistemi politiko, mediatiko, ekonomik ose oligarkik do të quaj unë, që do përbënte fundin e të ashtu quajturit tranzicion, që në fakt ka nisur që me rrëzimin e regjimit të shkuar dhe ka arritur deri në këtë pikë të shoqërisë tonë, si thua. E dyta është thirrja revolucion, sepse thirrja revolucion cakton pikërisht këtë përmbysje. Po kur flasim për revolucion, sigurisht do flasim për revolucion të shekullit të 21. Revolucionet e dikurshme, për shkak se kishin përballë jo revolucion me gjak, po sigurisht që jo, pra. Revolucionet e shekulljve të shkuar, sepse kishin përballë mbretër, atëherë detyrimisht që bëheshin të dhunshëm, ndërkohë që revolucionet e ditëve të sotme, pra në terma të përmbysjes, jo thjesht të një partie, të një pushtet, por të një koncepti të organizimit social, i kemi parë dhe vende tjera situash dhe janë gjithmonë revolucione paqësore, pikërisht sepse sot bëhet fjalë për kushtetueshmëri, bëhet fjalë për vendet Bashkimit Evropian që janë shumë herë më demokratike se ne dhe shumë herë më përgjegjëse ndaj elektoratit, popullit tyre, si thua, kështu që kjo është forma moderne e revolucionit, masiviteti që kërkon fundin e një sistemi. Dhe treta është Shqipëria e re.
Pra një thirrje që e përcakton atë çka duam dhe këtë pastaj mund ta përkufizojmë në 1000 forma ndryshme se çfarë është Shqipëria e re për secilin e protestuesve që janë aty në shesh. Pra. Mund të jetë fundi i oligarkisë, mund të jetë ndryshimi i sistemit mediatik, mund të jetë fundi i gardhimeve, siç i shohim dhe siç duket tashmë që qytetarët. Ishte e fundit qëra. Kakomea ishte e fundit, para saj ishte Darda, para saj ishte sigurisht Zvërneci dhe para saj ishte Rjolli. Duhet harruar përplasja, do thoja, e trimave të Rjollit, më lërë të quaj kështu, sepse ata ishin të parët që u përplasën trup më trup me të ashtu quajtërit siguri private, do me thënë që kishte zatuar tokën e tyre, dhe që nëpërmjet shembullit tyre i dhanë zemër shumë kujt tjetër dhe janë ata iniciuesit. Pak anti-ligjore, sepse po shkojmë në vetë gjyqësi, në momente gjyqësi popullore. Mos ka rrezik për të kaluar në anarshi, për të goditur shtetin e tjerë, apo jo? Jo, sepse këtu shteti, ose të paktën për 13 vitet e fundit kur Edi Rama ka qenë në pushtet, shteti në terma ligjor nuk ka funksionuar. Të paktën për këto raste. Para po themi, në Kakomen, nëse ka pas një rrethim të palishëm, i cilin këto ditë e protestave nis duke u hequr nga vet ata që e kanë rrethuar, ashtu si dhe në Zvërnec. Atëherë do thotë se shteti s'ka qenë, nuk e ka kryer detyrën e vet. Dhe një detyrë që nuk e bën shteti, një të drejtë që nuk ta jep shteti, populli ka çdo drejt moral edhe kushtetuese që ta marrë vetë në dorë pra. Dhe në një moment të tillë përmbysje e revolucioni pra, gjëra të tilla ndodhin në mënyrë tejet spontane. Dhe kjo shënon fazën e një procesi që nuk mund të kthehet më pas. Është thyer frika, është thyer sensi i nënshtrimit ndaj padrejtësisë dhe është vënë në lëvizje një motor i tërë, një rrjedhë e tërë, e cila un jam i bindur që shumë afër, po themi punjavësh, do konkludoj me dorëheqjen e Edi Ramës, me mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme dhe mëtej me përshkallëzimin e kërkesave le të themi të protestuesve. Do flasim edhe për këtë skenar. Arseda, ikën Rama apo jo? Kjo është krye pyetja e ditëve të fundit. Dhe çfarë mund të jenë skenarët për kaluar më pas? Se jam i sigurt Lëvizja Bashke ka një skenar. Ti si e mendon? Të paktën në termat e me sa i shikoj për momentin, nuk duket sikur Rama do ta japi dorëheqjen, të paktën momentalisht. Ajo që gjykoj në skenarin e mënyrës se si mund të perceptoj protesta është që skenari më i keq i mundshëm është ai i dhunshëm. Që do thotë ashtu siç e tha dhe Redi, nuk jemi në termat e një revolucioni që duhet kanalizohet si një revolucion i përgjakshëm apo një revolucion që do të perceptojë në opinionin publik si luftë civile. Sepse kjo pastaj nuk do ta zhbënte qëllimin e protestës dhe të gjithë këto rezultate të marra deri më tani, e para kur protesta ka shërbyer si kupola mbrojtëse e lëvizjeve të spakut në një farë mënyre, ku protesta ka shërbyer për ndërgjegjësimin qytetar dhe kultivimin e një kulture që ne deri më tani nuk e kemi patur, të një lloj reagueshmërie të këtij tipi, ka vënë lëvizje partitë të mëdha për reformim të brendshëm dhe mendoj që në këtë prizëm do të ketë rezultate imediate, por nga ana tjetër duhet thënë dhe duhet kuptuar diçka që shtetformimi, reagueshmëria, revolucioni vetvete kulturor, kultivimi një kulture të caktuar të shtetit të së drejtës